Ne si kryesi ndjemi të turpruar me ndeshjen që ndodhi me Kuzhuvin, as pak se pranojmë atë çfarë thonin gazetat maqedonase se ishte turpi që Bashkimi shënoi atë gol, nuk është turpi të Bashkimit pse shënon gol, se ndeshja fitohet duke shënuar gol. Edhe pikat mirën me gola, nuk mirën me të ndëjtur në fushë. I njëjti nuk duhet të futem shumë thellë, se aty ka organe kompetente që ata shumë mirë i din punë të udhëheqin. Thashëtane ka shumë, por ata e din shumë mirë se kush ka vepruar në atë ndeshje. Se njëjti portier do të kapi mbi 20 tentime për gol që kishim ne, të fundit u ndal. Tash edhe ne jemi të habitur se pse u ndal. Pse i njëjti domethënë i cili reagonte me kryesin tonë se nuk do të pranon një gol, nuk do të shënon një gol, i njëjti e bënin një gjë të tillë. Këtu nuk është dëmtuar vetëm Bashkimi, është dëmtuar sporti në shtetin tonë, është dëmtuar edhe Kuzhuvi, e njëjta ndodhet për ato, se është dëmtuar edhe për ato, si për neve, si për ato. Po domethënë nuk ata që thonin se kishte është ndeshja rregulluar, nuk ka pas lidhje me ata, se ka organe kompetente që e kontrollojnë sistemin e basteve apo dikun tjetër. Ne jemi të pastër, kemi luftuar deri në fund, pikë kanë ngelet ku kanë ngel, po prapë ne arritëm t'ia dalim. Po epilogu i gjithë kësaj pritet të del nga federata apo nga organet kompetente i gjithë kësaj që ndodhi me ndeshjen me Kuzhuvin? Ajo duhet të del, na e kemi lënë besojmë të organet kompetente, se çështja është edhe më lart se ku duhet. Ata e din shumë mirë, po të kishim ne ndonjë faj apo ndonjë dëshmi diçka, ne nuk do të na lejonin të luajmë në balotazh, kështu që ne jemi ata të cilët arritëm të ngadrohemi në ligën e parë. Kështu që gjithçka më mërmenja ka përfunduar.